Në zonën e Lunxhërisë ka përfunduar restaurimi i plotë i manastirit të Spiles, një prej objekteve më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në qarkun e Gjirokastrës. Restaurimi ka rikthyer në gjendje të mirë arkitekturën e manastirit, duke ruajtur elementet origjinal dhe karakterin historik të tij. Përfunduar restaurimi total i manastirit të Spiles të Shënmarisë në zonën e Lunxhërisë së Bashkisë Gjirokastër. Ky investim, i cili shpëtoi një nga monumentet më të rëndësishme të kultit në qarkun e Gjirokastrës, po jo vetëm. Një manastir i vitit 1630 dhe afresket e tija. Investimi u krye nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore me mbështetjen e Ministrisë të Turizmit, Kulturës dhe Sporteve. Konsistoi në restaurimin total të këtij manastiri, të kishës së manastirit, duke bërë ndryrje në çati, në rifinitura e përgjithshme, duke në sulla apo dhe në konsolidimin e mureve. Pas restaurimit të arkitekturës së objektit, tashmë po punohet për rikthimin e afreskeve, duke ruajtur vlerat historike dhe artistike të tyre. Ndërkohë me përfundimin e fazës të restaurimit të objektit në kontekstin arkitektonik, ka filluar dhe ndërhyrja në restaurimin e afreskeve, duke përfshirë pastrimin e të gjitha afreskut dhe konsolidimin e tyre për të rritur jetëgjatësinë e këtij manastiri. Kështu që do kemi një objekt tjetër i cili është i vizitueshëm, po jo vetëm nga vizitorët vendase të huaj, si dhe përdorimin e tij në objektin e kultit për zonën. Në qarkun e Gjirokastrës ndodhen 43 objekte kulti të klasifikuara si monument kulture të kategorisë së parë. Ky investim ka nxjerrë në pa rëndësinë dhe bukurinë kulturore që manastiri Spiles mbart.